Hajde, urime, Mario. Hajde, zote bekotë, gjithë mirë. Hajde, Mario, kësi këtu, këtu në mes. Pak kushte të vështira atmosferike, po mendimin e Zotit ja dolëm. Gëzuar gjithë. Gëzuar, zoti bekotë. Zoti i ndihmoft. Mario Nessuni nga Vlora, mosha 30 vjeç. Urime. Ore, po nuk pyetë të moshën. Sot, në këtë ditë të shenjtë të madhe të krishterëve ortodoks, dita e Epifanis, e pagëzimit të Zotit Krisht. Në kisha ershme pagëzimi dhe krishtinit i bende në një ditë, por më vonë kisha i ndavë. Dhe kjo ditë e bekimit të ujrave, e bekimit natyrës, është dita me shenjtë për të gjithë botën, sepse Krishti kur u bekua, kur u pagëzua, u bekua në uroj të gjithë besimtarët ortodoks të marrin bekimet e Zotit në përshtëpit të tyre, edhe sot kemi ditën e shfaqjes së Shëntrënisë, të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë, kur Krishti u pagëzua nga Shën Joan Pagëzori. Dhe Krishti u pagëzua në moshën 30 vjeç, aq sa kishim Marion, dhe Mario le shkoj të vishet Mario. Dhe kur Krishti u pagëzua, do e mbaj Mario, lere këtu pastaj. Po iki hëndevër. Na marrojmë intervistën atë gjysmë. Kur Krishti u pagëzua, tani ai filloi misionin e tij jo si një njeri thjesht si zogtar, por si një mësues. Dhe sot ne e quajmë dita e dritave, sepse Krishti erdhi në botë dhe ndriçoi botën me mësimet e tij, me doktrinën e tij, me fjalët e tij, me ungjillin e tij. Edhe ky mësim vazhdon dhe ndriçon gjithë njerëzit në gjithë botën. Dhe me të vërtet, po të shikojmë, themi ne, Krishti solli erë të re, si kjo era që frym sot. Era e re, edhe bota filloi të regjistrohet dhe të filloi të numëroj me numrin 1. Dhe fillon numri 1, dita e lindjes Krishtit, filloi bota të numëroj, viti numër 1, datë 1. Dhe themi para Krishtit dhe pas Krishtit. Dhe unë